Partia Demokratike në kushte tërësisht pabarabarta përballë një pushteti që ka kapur çdo gjë, kontrollon çdo institucion, të pavarur apo i varur qoftë, arriti të marrë 500.000 vota. Dhe kjo, le të themi, edhe përballë fakteve dhe realitetit të OSBE-u djerë, pra të faktuar. Protesta e Partisë Demokratike është për shqiptarët. Unë nuk besoj që ka një shqiptar që nuk gjen një arsye për të mos qenë protestë. Kthena pak takimit të zotit Berisha, ku një gjysh, një demokrat, një burr shumë i mirë tha që më i riu në shtëpinë time jam unë, që ishte rreth 70 vjeç. Ky është realiteti. Po t'i futemi fshatrave të Lezhës, aq më shumë Mirditës, Kurbinit apo zonave të thella të veriut, do shikojmë një mjerim në kuptimin e realitetit me të cilin përballemi. Ka shumë pak njerëz. Realisht jo në gjykimin tim, është fatkeqësia më e madhe për te PD se për te PS-s. Po boshatisen universitete. Po boshatisen shkolla, po klasa kolektive, për shkak të numrit shumë të ulët nxënësve. Dhe ne, nëse vazhdojmë me këtë hemoragji të ikjes, ku një pjesë e madhe është ikja dhe migrimi i trurit, ardhmja e vendit tonë është në një pikë pyetje.